Pa e qësh me thonë, femiri pak jetën e kanë pas dhe në ta të mitje ma jë ndolla, ta pak ma pak. A i sinqert ka qenë edhe në shkollë. A i lundrimi i sinqert, i edukum, esejat e tina janë të jashtëzakonshme, që sa ma shpejt na vjen lundrimi, kalon kësaj dhe thot që e kom fitu. Dikur në këto ambiente e honte një zë kudo. Në fermë, në lagje, e në shkollën e tij. Në Dardani të Pejës, aty ku një fëmijë vogël u këndonte bagëtive. Aty ku ai nuk mundi të shijonte fëmijërinë si të tjerat. Këto detaje përshkruajnë fëmijërinë e lundrimit. Ky i fundit para disa javësh na rrëfeu në detaje periudhën e fëmijërisë së tij, e që ne sot po ua sjellim edhe më nga afër. Që kjo fermë është firma më e famshme në Kosovë, edhe e dini pse, nuk është kaq e zakonshme si firmat e tjera. Se në këtë firmë është rrit lundrimi. Në këtë firmë ka kalu fëmijërinë e tij, në këtë rrugë, në këtë shtëpi, na kena marrë pikërisht në lagjen e tij Dardania në Pejë, edhe po dojna me bëj një material pozitiv, siç është edhe ai vet. Afër vetës kam zonjën Floria, është një ndër fëmijët kështu më të afërt të familjes së lundrimit, edhe që po besoj ke qenë këtu prezente prej fëmijërisë tina dhe krejt. Po vlla, lundrimi është konë një klasë me djalë tem. Fejsi konë i vogël unë një, shumë djalë i mirë, i sjellshëm, me tana të mira, familje të mirë. Çka dush? A është konë gjithmonë kaq pozitiv, kaq kreativ? Gjithmonë, se këto po na ishim se edhe na merrem me bakti dhe këta vike këto shumë djalë i mirë. Për me çka ka thonë aty krejt të vërteta janë. A ju pëlqen juve më shumë se banorët e tjerë? Mu po më pëlqen shumë, se qysh po gjinet, qysh po sjellet, qysh s'pe ofendon kur kanë, qysh shumë mirë. Dhe ata tjerët janë të mirë, dhe ata na pëlqejnë po, sidomos kë. E përkrahni ju kështu lundrimin? Unë po, kështu në për Instagram kështu po, edhe kështu menojnë po e përkrahin. Lundrimi ka kriju një shoqëni shumë të mirë, edhe kështu një treshi për sheshi me Klodin dhe Elionën, ç'po ju duket kjo? Mirë vëlla, po na pëlqejnë shumë. Dhe qysh po më duket ka herë po mundohen mi përçoje, mi asive shumë mirë, shumë mirë. Ju pëlqen Eliona, Klodi? Na pëlqejnë. Na pëlqejnë shumë mirë, na pëlqejnë. Çka i kish i thonë në lundrimit prej kamerës kështu? Unë në lundrimit i kisha thonë suksese, je qashtu qysh je, vetvetja, mos del prej hapësirës tonë, çka ki inshallah suksesi, urojmë atij. Mas shumë ti se kena këto dhe aty në tjerëve të gjithë. Tregove që djalin e keni pas një klasë me lundrimin. Djali juaj a e mbështet kështu ai po i pëlqen? E mbështet, po djali në Suedi. Po e mbështesin, edhe këto se kam këto, e mbështesin tonë familjarisht. E që kujtohet lundrimi kështu përveç klasës që u kanë me një djalë, tha që jeni kështu të lidhur me familjen, shkuako edhe që e bëni punën e njëjtë. Pa e qësh me thonë, femiri pak jetën e kanë pas mirë kështu që shto jënë marë, qësh ka kallëzu me bagdije, qësh i kanë rujtë, qësh pak janë se fëmijët adin ta të mitje ma jënë dolla, ta pak ma pak, e qështu se puna, qështu i kanë imu familjes vetë, me të natë mirat. Për me rikthykit të ju atë nostalgjinë e fëmijërisë së lundrimit, na kena ardhur të shkolla, ku ai e ka kryer shkollën fillore këtu, edhe po provojna a mundemi me kontaktu me njërin prej stafit që ndoshta edhe i ka japë mësim lundrimit se ka përmend një profa i Big Brother. Për me rikthy kështu nostalgjinë e bukur të fëmijërisë së tij, kemi ardhur pikërisht në klasën e në shkollën ku ai kreu shkollën fillore. E përballë kemi profën bukurie që e ka përmend edhe në Big lundrimin. Përshëndetje, unë jam arsimtarja e gjuhës shqipe, ku lundrimi ka qenë nxënësi imi. Nxënësi jote? Po, domethënë lundrimi ka qenë një nxënës jashtëzakonisht i mirë, që shpesh ndodh që në shkollën tonë edhe përmendi me poezinë që e ka recituar për festën e 7 marsit, patikur mësuesi im në Turqi, domethënë që e ka përcjell me aq emocione. Po, me aq emocione sa gjithëve na ka bë me vaj. Lundrimi ju ka bë gjithëve me vaj që në atë moshë? Që në atë moshë. Ka qenë gjithmonë kaq kreativ? Po kreativ. Esejat e tina janë të jashtëzakonshme, edhe pse i kam disa, domethënë që ende i ruaj me shumë nostalgji, edhe vetëm fjalë të mira kam për lundrimin.
Ju pëlqen loja e tij, ju Po, pëlqen shumë, sinqeriteti që Po shumë. Ai sinqert ka qenë edhe në shkollë. Ai lundrimi i sinqert, i edukum. A ka bo shera? Jo. Ka qenë një nxënës jashtëzakonisht i mirë. Ku Si janë kemi shumë- vetëm kujtime shumë të mira me të. Atëherë, ju treguat që i mbajeni kështu disa prej kujtimeve me të, megjithatë, kur i ka përfundu lëndrimi shkollën, jeni taku më apo vetëm e ke pa në Big Brother? Nuk kum pas rast me thonë që kum taku ashtu, po në Big Brother po. Kur e pat në Big Brother, çfarë ndjesi e Mu ka do shumë interesant, më ka ardha i lundrimi tamam që ka qenë nxënës me ato fjalët e tij të mira, me ato sinqeritetin e tij që e ka. Do më thonë, shpresojmë që me fitore tina. Kështu po mduket, kjo Dardania 3 apo, nga peja janë të përkra maksimalisht lëndrimin. Qëtë fjallë pozitive për Pa tjetër, shumë. Qysh ka qenë lëndrimi? Vesh nga të regojmë pika shkurta, qysh ka qenë lëndrimi si fmi? Une, do më thonë, jëm prej klasës 6, i kom të mësim lëndrimit, ka qenë shumë i mirë. Që edhe sot Ishte i urt. Shumë i urt të konë. I urt, i shoqërueshëm, edhe ka qenë si klasë, do më thonë, jashtëzakonisht klasa e tij shumë e mirë. Une e kujtoj për gjuhën shqipe, që jam edhe arsimtare gjuhën shqipe, e se ati ka pas shumë të mira, që shpika shprejet edhe aty, i ka pas edhe gjatë kohës, kur ka qenë prezent në këtu banka, që ato shpreje. Qysh për ju duket ky grupi shoqëror që ka formu lëndrimi me Klodin edhe Lionën, edhe po kënaqen bashk? Ju pëlqen? I mirë, shumë i mirë, po, shumë i mirë. Keni një mesazh për ata? Për gjithë kom një mesazh shumë të mirë, shpresoj që lundrimi me na sjell fitore, do më thonë edhe ato që e meritojnë. Që sa ma shpejt na vjen lundrimi, kalon kësajt edhe thot që E kam fituar. e kom fituar.